Përshëndetje shenjaullorit, kjo është panorama e interpretimit javor. E java nis me kartën gruaja e pjekur, që nënkupton energjinë e mençurisë, energjinë e përvojës dhe aftësisë për të parë përtej emocioneve të momentit. Gjatë kësaj jave mund të kuptoni se disa situata kërkojnë më shumë durim se sa reagim të menjëhershëm. Në jetën tuaj mund të luaj rol një grua e rëndësishme, këshilla e së cilës rezulton e vlefshme, ose mund të jeni ju vetë që po veproni me më shumë pjekuri se zakonisht. Kjo kartë ju kujton se jo çdo përgjigje vjen përmes veprimit. Disa përgjigje mund të vinë përmes vëzhgimit dhe reflektimit. Më pas kemi kartën martesë. Martesa nuk lidhet vetëm me martesën në kuptimin tradicional. Martesa flet për bashkime, marrëveshje, partneritete dhe forcim të lidhjeve që kanë rëndësi në jetën tuaj. Mund të ndjeni si një marrëdhënie, një bashkëpunim ose një projekt po hyn në një fazë më të qëndrueshme ose më serioze. Më pas kemi kartën të ardhurat të papritura. Kjo kartë sjell energjinë e surprizave pozitive dhe energjinë e përfitimeve që nuk i kishit planifikuar ose imagjinuar. Mund të bëhet fjalë për një mundësi të re, për një lajm të mirë, për një zhvillim që ju krijon ndjesinë se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Shpesh kjo kartë tregon se Zoti sjell një bekim pikërisht atëherë kur ju nuk e prisni. Më pas kemi kartën personi i rrem. Kjo kartë ju thërret të shikoni përtej asaj që duket në sipërfaqe, sepse mund të kuptoni më qartë qëllimet e një personi ose të vini re se një situatë nuk është aq e sinqertë sa dukej në fillim. Megjithatë, unë do të thoja që kjo kartë nuk është domosdoshmërisht negative, sepse shpesh ajo shfaqet kur e vërteta është gati të zbulohet dhe maskat fillojnë të bien. Më pas kemi kartën Arkivoli. Arkivoli flet për fundin e një cikli që ka zgjatur mjaftueshëm dhe që tashmë ka përmbushur qëllimin e vet. Mund të jetë fundi i një mënyre të menduari, mund të jetë fundi i një pritjeje, mund të jetë fundi i një zhgënjimi ose i një situate që nuk po ju çonte asgjë kundi. Edhe pse mbylljet shpesh krijojnë pasiguri, kjo kartë nuk sjell energji humbjeje, por energjinë e transformimit. Arkivoli tregon se jeta po largon diçka që nuk është më në përputhje me rrugën tuaj, në mënyrë që të krijojë hapësirë për diçka më të përshtatshme. Më pas kemi kartën njohje ose afrim. Duket se pas një mbylljeje vjen energjia e afrimit dhe e lidhjeve të reja. Kjo kartë flet për komunikim, flet për mirëkuptim dhe mundësinë për të ndërtuar ura të reja me njerëzit përreth jush. Mund të shfaqen biseda të rëndësishme ose situata që ju ndihmojnë të krijoni marrëdhënie më të sinqerta dhe më autentike. Më pas kemi kartën shtëpia. Kjo kartë sjell stabilitet, sjell siguri dhe ndjenjën e përkatësisë. Ajo mund të lidhet me familjen, ambientin ku jetoni ose me bazat emocionale mbi të cilat ju mbështeteni. Në fund të javës fokusi duket se kthehet tek ajo që ju jep qetësi, tek ajo që ju jep siguri dhe ndjesinë se jeni aty ku duhet të jeni. Në Prism Oracle kemi kartën magjia. Kjo kartë është një kujtesë se jo çdo gjë mund të planifikohet ose mund të kontrollohet. Ndonjëherë jeta krijon lidhje, mundësi dhe zgjidhje në mënyra që
nuk i kemi imagjinuar. Magjia këtu flet për rastësi domethënëse, flet për surpriza që mund të ndryshojnë mënyrën se si e shihni një situatë. Pra, kjo javë sjell zbulime të rëndësishme, sjell mbylljen e një kapitulli dhe krijimin e hapësirës për lidhje ose mundësi më autentike, pra më të vërteta. Ajo që në fillim mund të duket si fund, ndoshta për disa mund të rezultojë të jetë fillimi i diçkaje më të qëndrueshme dhe më të bukur. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju, do të ishte: kur maskat bien dhe e vjetra largohet, jeta krijon hapësirë për magji të reja.